Julian Shehu vazhdon të jetë një nga lojtarët më të spikatur të Widzew Łódź në kampionatin polak të futbollit, edhe pse skuadra mesfushore të kombëtares shqiptare po kalon një periudhë jo aq të mirë dhe aktualisht gjendet në pjesën e poshtme të klasifikimit. Në ndeshjen e djeshme ndaj Korona Kielce, Shehu ka qenë përsëri protagonist me klubin e tij duke shënuar një gol në humbjen 3-1 të skuadrës së Widzew. Në startin e pjesës së dytë, pas zhvillimit të një goditje nga këndi, ai ishte i aftë të niste aksionin për të bërë devijimin e duhur, duke çuar sferën në rrjet për të shkurtuar përkohësisht diferencën në 2-1. Një gol të cilin ai e festoi si zakonisht me shqiponj, teksa këtë radhë ka shihen në një paradhënie për duelin e marsit në play-off të botrorit që Shqipëria do të luajë pikërisht në Poloni ndaj vendasve. Dhe Shehu ka treguar se di të shënojë në Poloni, pasi ky ishte goli i tij i katërt në kampionatin polak në këtë sezon, duke barazuar që tani numrin e rrjetave të tundura një edicion më parë.